Njërë këte të palet, pastaj qo, edhe pastaj në pa këmbën, edhe pastaj viko tu, edhe pastaj fute brënda. Bravo, të Edhe lumë. pastaj më bëve. Shumë bukur. Ian. Do i që ato që. Ik, Do i që. ik. Më vime ty. Tu si, a tata. Të lëmë të vetëm. Të lëmë mamin. Ku i ka në dojnë? Jo, te lule. Na shu babi. Jo. Mirë mëngjes. Mëngjesi. Mëngjes nga një vlog tjetër me ne, edhe me këtë gocën, që nuk pushon. Për dhe Roma. Faleminderit. Më ka marrë një kështu, një gjethë. Pak. Po vetëm pak, sa edhe iki pastaj. Sa të bukra, shumë bukra. Ai se na iku babi, na e kaloi. Shumë e bukur, një arus. Hajde ikem. Shumë kjot me... Jam të gjitha. Pa. Dhe ikem tani. Po në kalosh një. Shpejtë, Do ikem. vrapon. Brav të babi. E o qafe, ja kalova 1 minutë dolcit, por u kthye prap. Ky fëmijë nuk ndalon së folure, nuk ndalon së ndaluare. O mam. Në pa njëri. Di unë si e që vabë. E di që është bërë francët. O mam, je bërë shumë e bukur. Je bërë si një lule pranverore. Fundin e ka i qik. E ka i fundin e pas ke qik shtremët, o mam. Të ta rregullojmë. Zemra ime. Shpejt, ose na iku dolce. Mam, po vetëm ato si shokë nuk i njef, nuk duhem a thua shemrin. Vetëm ato shokë që i njef, ato duhem a thua shemrin. Se pastaj, ku nuk ja ti emrin, pastaj shkoj i takoj. Edhe i flet, edhe ngatron, mire kjo. Edhe pastaj më doj që ku janë shokët e mi. Në bukur raste. Sa që do kjo është gate. Për me mësët. Kjo fest na ka gjetur fare pa përgatitur. Erdhëm një shëtitje u veshëm, dolëm nga shtëpia. Erdhëm një shëtitje këtu te Tajvanit, te lozi pak dojnë. Dhe po shpresojmë që duke luajtur dojnë na dalë edhe ndonjë plan se si ta kalojmë ditën sot. Nuk kemi bërë fare plane, se gjithë mendjen e kemi që pas një jave na vinë Mbesa, Tinidi dhe Elisa, edhe pas 2 javësh nisem për Barcelonë, kështu që nuk duam të shpenzojmë shumë dhe nuk duam të bëjmë shumë plane, se po urojmë gjithë energjitë për të kaluar bukur këto kohë. Mam, të dhem shumë? Mara pika. Dajnë. Po jem të trupit e dhe ishte të rëngë shtu. Do të qohet ai, nuk do të rri atë, nuk do të rri Ja, unë. rinjë shtu. A, mi strejtë, do të qohet ai. Trupit e Po shika ti, mirë që jeti që e shef. Neve që thoni juve, o nisëm këte nga Petrela, nga Vishnja, po nuk e dim se ku do hikem. Dole me kotë mirë, dojna u gërvish pak të lojra dhe edhim të këmba. U nisëm për shpi, pas e ndrua mënde prapë. Nuk po e dhema, se do të shkoj të lodret prapë. Kështu që po dalim njerë që këj mos gjim në një restorant që ka vënde. Për ne që shkojmë minutë fundit, që nuk kemi përgatitur gjë për të ngrënë në shpi. Edhe të shikojmë se që bëhet. Të ikem, hajde ne. Si përfundim erdhëm të Palmanova, se menduam që është më afër se gjithë tjerat, edhe ka dhe ca lodra për dojnë që shumë shpejt do t'i vi gjume. Menduam kollajnë e këtë drejkën sot, po mbasi morëm restorantet një nga një, nuk gjetëm vënde. Se Alpiagu do vinim që fillim ne. Po, në fakt, kur unë nisëm për të Alpiagu, po ta mësha s'është hapur, s'ka vënde. Erdhëm, gjetëm tavolin, ambiente fantastik. Goca po luan ande nga lodra, fiks fare, më mirë se kaq prishet. O janë.
E gjimër. I'm in of You are, there. okay, you can In go. that class. Okay, you can go over there. You are so pretty. Bye bye. Bye. See you later. See you later. E janë ato. Janë motra. Po mama u knaqe? Jo, pse? Se mi dha shupa. Please, ma, please. Sa po arritëm të Ptegu, ndryshim plani, u nisëm për shtëpi, tham po ndalojmë njerë me që është ora 4, edhe mendojmë që nuk do ketë shumë njerëz brenda, që kemë për një palpuc për dojen. O ma, a më të loj brenda të Tegu, please. Ama, do shikojmë për këpuc, duhet i provosh ti. Po pastaj ku të Ka i kështre më zinxhiri, prap. Skaq. S'ka Po që. pastaj ku të bërvojmë këpucët, a më të kemë të lotra, Do ta mendoj. edhe ku të dalim ka lotra, pastaj do pim atë limonate. Limonate shë ja? E është Pepsi. Okay. Nuk e di ky fëmijë, luajtet e Tajvani, luajtet e lokale, do të luaj edhe këtu brenda të Tegu. Ti e ke mësuar keq. Je një prind i keq. Është faji jot. Gjitha një gjithë këtu të mija. Po mendon të bën, se do ta vishësh pa çorape. Po futëm te Zara dhe dolëm shpejt e shpejt. Ai tuisi. Kjo vajza jam, po pa gjë pink do ta blej. Qa nuk mori në përduar, po nuk argjonim do ta shumë, kështu që blem vetëm disa. Hajde mama. Do e bleu ato pupat që patë edhe juve. Bleu dhe një 2 komplete sportive, pantallona të shkurtra dhe bluza më të shkurtra. Dhe donim të blinim edhe një gjysmë kapele ros, ishte shumë e bukur, pa harruam të fusnin të koshe. Dhe po përtonin bënim gjithë procedura nga e para, kështu që ndoshta blem andej në Spanjë. Puta. Qëshë? E bleve një gjë të vogël. Ecë. Shumë e vogël është, me zi po e mban. Kjo vajza ime, veshët që i blen nuk i shuan lodra ose dhurata për ata. Që do të blinte edhe një lodër, po shqyqur e ngesëm me qikë të gjambo, more një këshu formuse dhe hajtë po ikim, shpëtua me kaq. Gruja. Hajde gruja. Erdëm në shtëpi, sa gjumë po në vjen tani. Nuk e di ku shankohet për çunat që janë të prapët, janë të lëvizur, po këtë çunin tonë na e ka bërë dhurat Zoti, është i mrekullueshëm. Shikoni ça çuni është. Po i pje qik cumës, po ja hajtë qik buk tani, po plap vetëm cecë. Apo je cumë bleda lak të jenë. Edhe jemi të cef nga që po bret. Fakt është mësuar kjo qune jem duke lëviz rrugve. Ha? Ti mi të slec. Përshëndetje, ne kemi më një paku më qëse me gjithë roba. Një paku me qëse me gjithë roba. Kur ishim të Tegu, ju të reguam paka shumë çfarë morëm, kështu tani tu të shtëpia, po ju a të regojmë me dojen. Hajde, mama. Jeni gati ta shikoni. Shikojmë. Hajde, mama. Ma këtë do të filloni të parit. Me pink. Okej. Kemi këto robat edhe Po ti të regojnë ti do t'i veshësh pastaj, okay? Ky ishte një komplet që ishte bluze bashkë me streqe të shkurtra, shikoni sa të lezetshme janë për dojen. Edhe këto taka dje. Pa, këta këpucat, po ja ti të regoj mami. Kjo bluze ishte kështu me Minnie Mouse, edhe me rosakun, Jo, pa. nuk është Rosaku, është i femrin. Daisy. Daisy Rosaku. Pa, këto ishin pupat që morëm për dojen të Zara. Këta ishin të çmim, shikoni sa të bukura që janë. Këto ishin 33.000 lekë. Ndërsa ky seti, sa ishte ky? Ishte gati 20.000 lekë.
Ky tjetri që ka dorë ishte bluza, kështu. Bashkë me këto tutat e vogla, shkon sa të bukura janë. Shif, janë edhe me lisë. Edhe me lisa. Po të Këto ishin për 5 vjeç, i morën pak më të vogla se nuk ishte mas. Këto të dyja bashkë ishin 18.000 lekë të vjetra. Ka që morëm mame? Lekët ikën dhe tani po e kuptoj se sa pak gjëra kemi marrë. Po si e të smëndër. Do t'i provosh pak? Jej! Dëni provon dhe ju a tregon tani. Shko shpejt provoj. A të të fillosh? Okej, prisni sa t'i provojmë. Wow, sa bukur. Të shkojnë shumë, rrotulloj një. Prit, shumë bukur. Tani gati për veshjen tjetër. Prit të qëfë qik me gëtë. Wow, sa bukur. O dojmë kush janë të preferuarat e tua? Të treja. Po i qik më... Allora, kapelja, roba nga Mickey Mouse, këpucët edhe këto. Shumë bukur janë Edhe gjithë. një kapelja parë. Po kapelën e harruam, do ta marrim njërë tjetër. Atëherë të pari më pëlqen këto. Pucat. Edhe pastaj këto të dytë, ato të. Okej, shumë mirë, të gëzash. Me jep një putë dhe thuaj pacim. Pacim dhe i kishë ditë me goca. Me gocat, Hello. Mirëmëngjes. Si më nëgjesi, Ku do ikësh ti me gocë? të lopët, Ku do ikësh ti? me shokët. Hajde ikim. Mirëmëngjes nga një ditë e re me mua dhe Doe. Sot jemi vetëm gërsa, se babin e kemi quar në punë, vllajën e kemi quar në çerdhe dhe mbas kaq shumë kohësh, ne të dyja po kalojmë një ditë bashkë kështu si shoqe. Tani po dalim një shëtitje, dhe ikim një randi nga toktanët, shikojmë çfarë bëhet, a ka shumë njerëz, si është situata, dhe pastaj Doe dhe mami do ikin të hajnë drek bashkë. Apo jo, mama? Shëvenci? E bërë shumë e bukur. Faleminderit. Jemi veshur sot, jemi zbukuruar që të dalim të dyja bashkë. Ka shumë gjëra, shikon? Po, shumë gjëra. Edhe do hajmë një drek bashkë. Premte. Po si haron gjëra Si- mamin. Haron gjëra mamiot, me mamiot nuk haron asnjë gjë. Po a ke haruar orën, a ke haruar çorapet? Mami nuk di çfarë fut përpara në çantë. Morëm ujë se thamë nuk e dihet ndonjëherë. Morëm lodra, morëm atë tabletin që vizaton. Morëm një fal atlete se donte të vishte këto pupat e reja, po këto nuk janë rahat për të luajtur te lodrat. Që morëm dhe atlete me vete, por ai që harruam çorapet. Edhe kjo goca ime me përmend tani që kam harruar çorapet, ka harruar të vorën time e këto fëmijët e sotëm. Princesha do shkoj te lodrat. Jo. Ja, hajde një. Na qështë të lodrat? Po vizatojnë qepën, sa të. Po shko vizaton qeta, sot duke shumë bukur. Okej. Ti qa po vizatojnë? Wow, një shtëpi sa e bukur. Shumë e bukur, shumë baroj e shpër. Kjo goca po luan kështu. Unaj që kisha shoppingën, edhe po ulen të pi një kafe që dojnë të lose rahat. Sot për fat të shika po thuaj se bosh, ndryshe nga gjithë ditët e tjera që është plot. Dhe unë mendoja që duke qenë gjithë fëmijët pushim do kishte shumë njerëz, po nuk paska. Dojnë ndërkohë që dile aty dhe në tret e nejda. Të fëmijë është më keq, nuk do të thuash vazhdo luaj se jam të kafja përballë. E la lojen, ajo mbarova tha. Se po të vitu të kafja pastaj do prap lodra e se merri vesh këto fëmijë. Po jo the unë rash shkurt, mora vetëm 2 t-shirtet e tenis edhe erdha ti kafe,
sepse më vjen keq të shpenzoj duke ditur që për 2 javë do ikim dhe mund të bëj gjëra ndoshta më të bukura ndej. Pak aq shumë dita të gjëra janë, po si dihet. Çfarë po bën me? Po e banane. Po pse po janë bananën? Marrë energji. Kjo koca do marri energji se do luaj me shokët e lodrat. Ne sa po dolëm nga Toptane dhe kjo ora që dolëm ne këtu po mbushat plot, po vim vetëm fëmijë dhe vetëm familjar. Kështu që shpëtuam, luajtëm me qetësi. Tani ja s'ka erdha akoma Jona. Tani sa dolëm nga Toptane, po presim na vit na marri Jona shoqja ime me makinë dhe të ikim prapë te Lind. Kur ju thash që do ta provoj dhe do t'ju them se duket, më duke mirë. Kështu që po kthehemi prapë të luajmë fëmijë dhe ne të ham një trek romantike kocash. Trek romantike në orën 12. Kjo miska më gënjen thot erdhi Jona dhe më heq vëmendjen. Po kështu siç po ju them, u duk shumë mirë. Ambienti ishte shumë i lezetshëm, kështu që po ikim atje të ham trekën dhe do të tregoj çfarë do porosisim sot. Kjo miska nuk më le të flas. E mbarove banane? Shpejtë. Era mirë ku i vi une. Vjen çashe. E mbani mend Jonën. Jona është transportuesja jon për sot. Hello. Tashi po presim Ledin, shoqen ton tjetër dhe çunat e saj të mërshëm, Erlandin dhe Alfordin, që këto të tre do luajnë te lojrat, edhe mundësisht na lënë rahat neve, dakordohen. Nuk vjen asnjë. Ne tregoj Tani çik do çashe. Çfarë gjërash mban ke Jona në makinë, gjëra të bukura. Ta kam falë, ta kam dudura. Nuk kam më, po nuk kam. Po ta ka falë gjithsesi. Janë një nën moderne që dhe në makinë punon laptop. Nuk e di. Paktën puna ime është me celular, ndërkohë nuk pushon celulare. Dhe ja njeriu për të pasur zili, është fest, ka pushim. Po. Kesa të çan kesa. Jo, sigurt që e keni një kalamave për mua, domethënë nuk ngelem pa gjë. Po, Ka ekstra fëmijë. Fëmijë me të pritë. Dëshira se ti jap. Për të. Kush do bëhet fëmia jon sot? Ti ndajmë. Asnjë. Ashtu, dojnë ti do Dohen bësh, ti. unë do marr Alfordin, ti Lidin bëj Erlandin. Nga një fëmijë për kokë. Jo. Dojnë të dalim të fituara bashkë. Po ne bëjmë shaka se ne do ju braktisim të treve, do ju lejmë të lodrat dhe do kënaqemi. Unë nuk e njoh. Vetëm në mu që kemi binjaka. Kali, lokali. Arita. Ja si ngarkohemi në nënat. Që unë s'ka marrë as ndresa, llogarit kjo nëna tjetër që ka marrë dhe ndresa për çunat. Nuk e di për ju, po unë nuk knaqja. Kalamaja u knaqet juve? Po. Dhe ikim tani. E muna jetë në një atë djallë. Që. Tashi jemi mbledh si sardele këtu te kjo makina, se na iku Jona tradhtarja. Edhe na la me një makinë për kthimin. Isha s'na dhe nej policë ju kapi juve kalamaj. Jemi elegant. Po, më elegant ja ripara që mos zej shumë ven. Ne sa u kthem në shtëpi, duket se kemi bërë luftë, por thjesht jemi qetësuar. Fëmijët luajtën te lodrat, nuk na bezdisën fare, hëngrën pak, vizatuan sepse aty te lokale t'japin libra për të ngjyrosur dhe ngjyra. Mos e bashkë. Po unë nuk I kam qef me më të fare. Kjo nuk I ka qef më të thara kjo goca ime. Tani të ikim në shtëpi, morëm pak lekror për babet, se dhe babet dhe të kthyer. Morëm pak ushqim për babet. I usa shpifa. Usa shpifa.
Ikëm, bye. Bye. Bye, mame. Bye.